Në spitalin onkologjik pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza janë përmirësuar kushtet e trajtimit për pacientët që i nënshtrohen kimioterapisë pas një ndërhyrje të realizuar nga Fondacioni Mane. Investimi ka adresuar drejt për drejt nevojat e një shërbimi ku çdo ditë trajtohen pacient nga e gjithë Shqipëria. Në kuadër të kësaj ndërhyrjeje, Fondacioni Mane ka dhuruar 30 poltron të rinj me parametra modern, ka riparuar 7 poltron ekzistues dhe ka kontribuar në përmirësimin dhe zgjerimin e hapësirës së trajtimit. Për herë të parë është krijuar edhe një ambient i ri dedikuar për marrjen e kimioterapisë ditore, tashmë plotësisht funksional dhe në dispozicion të pacientëve. Aktualisht ne kemi shtuar akseleratorin e tretë, pra që është një ndihmë akoma më e madhe për trajtimin e pacientëve. Gjithë po punojnë në një drejtim që të afrojmë trajtim me dinjitet. Pavioni i rinovuar u vizitua edhe nga presidenti i Fondacionit Mane, Samir Mane, i cili u tregua i gatshëm për ta shtrirë këtë nismë në të gjithë vendin. Të fusim në program edhe në gjithë spitalet rajonale, dikush mund të ketë mira, s'ka nevojë. Kjo ndërhyrje është pjesë e misionit të Fondacionit Mane për të mbështetur shëndetin dhe mirëqenien në komunitet përmes investimeve me ndikim të drejtë për drejtë dhe të menjëhershëm në jetën e njerëzve.